Atëherë vazhdojmë. Mirë, vim tek falënderimi i sponsorave tanë, të cilët janë AMC, Western Union, Vaj Olim, Bira Stella dhe Vive Krom Durostik. Ju faleminderit. Dhe natyrisht që një element i parancishëm në spektaklin ton është komunikimi nëpërmjet postës elektronike, barsaletave. Nëse ka ndonjë në sallë që ka dëshirë të shprehë iniciativën, domethënë të ngrihet këtu të na tregoni barsalet, të qeshim kështu publikisht në një farë. Ka ndonjë? Nuk e dim ja, ta shohim. Ka ndonjë? Jemi lezakonshme, ç'do duhet ty? Mos Mirë atëre. Unë kam përzgjedhur 2 barsaleta, jo se nuk janë të njohura, po natyrisht në portokalli me një tingëllim tjetër. Një zotëri kishte një papagall dhe pikërisht atë ditë papagalli kishte ditëlindjen. Bënte 10 vjeç. Urdhëroi papagalli mi dashur, çfarë do nga mua? Po çfarë të dua, tha, u bëra 10 vjeça, nuk më kanë parë syt një femër papagallesh. Më prezantoi me një femër. Po si ta shkojmë? Dhe e çoi tek një zonjë që kishte një papagallesh. I dha 100 euro tha të rit pak në papagalli im, tha, me papagalleshën tënde. Mirë, mbyllën në një dhomë atje dhe këta 2 zotërin rini këthe nga krau tjetër. Kur dëgjojnë ulërimat papagalleshës. Ua, mozi jo! Ndim! Hyrë ta që po bën, hyrë brenda, shikojnë. Papagalli i kishte shkullur gjithë puplat. Papagalleshës. Çfarë bën? Çfarë ke bërë, idiot? Çfarë ke bërë? Se tha papagalli, të paguaj 100 euro mos ta shikoj lakuriqo. Ishte një djalosh. Po luante bigjoz, e kishte marrë jetën kështu me zare. Luante, do të provonte shansin gjithmonë i lidhur me atë. Por një ditë të bukur në rrugë shikon një vajzë që i hoqi trurin. Edhe i ofroi, "Të lutem, a martohesh me mua?" "Unë me ty," tha. "Po ti ngel me bigjoz, vetëm me zare." Ja, në asnjë mënyrë nuk bëhet. "Të lutem, çfarë do nga mua?" "Lër bigjozin, të martohemi. Ndryshe, aman, për ty do ta lë, vetëm të martohemi bashkë." E la bigjozin. Mirë e bukur, domethënë kështu familja e re tjetër. Një ditë kur do shtrihesh në krevat, në pantallonat e shkurtra në xhep, bukuroshja i gjen 2 zare. "Ti, luan bigjoz shërozi me." "Po jo, më në shpirt, jo. Për kështu instiktive, domethënë jo, ja tani si qanë." Fap, i hodhi nga dritarja. "E shikon për ty, ja, i hodha." Dhe ushtrim për të fjetur. Ajo kokën me njanë dhe zuri gjumi, kurse ky Se zinte gjumë, i tha, "Shpirt çake." "Aman zemër, vetëm ti shikoj si kanë në zaret." Atë, pas ka lënë fare çfarë kemi?